Kryeministri Edi Rama e quajti tepër serioz projektin për ndërtimin e një resorti turistik në ishullin e Sazanit, ku është i përfshirë edhe dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump Kushner. Ajo ide ka avancuar dhe do të avancojë deri në fund, sepse nuk ka lidhje me Donald Trumpin dhe përsëri edhe sot që ai është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai projekt nuk ka lidhje me Donald Trumpin. Nuk është bërë pse Donald Trump ishte kandidat për president, sepse ka filluar kur nuk e llogariste njeri si fitues të mundshëm, dhe madje shumica mendonin që do të shkonte edhe në burg dhe nuk do të vazhdoj pse ai është president sot. Ai është një projekt tani më shumë serioz dhe do të vazhdoj. Ka marrë edhe një miratim në Këshillin Kombëtar të Territorit si fillim. Do të vi për një miratim të dytë sipas ligjit dhe do të vazhdoj, tha Rama. Çfarë do të ndërtohet në Sazan? Në janar të këtij viti, Komiteti i Investimeve Strategjike që drejtohet nga kryeministri Edi Rama ka miratuar statusin e investitorit strategjik për projektin 1.4 miliard euro të Kushner për ndërtimin e resorteve luksoze në ishullin e vetëm të Shqipërisë. Në vendimin e Komitetit të Investimeve Strategjike, citohet se projekti i investimit i plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Mëtej theksohet se resorte turistike do të ndërtohen në një sipërfaqe 45 hektar tokë, si dhe parashikohet përmirësimi dhe riparimi i marinës aktuale në Sazan. Duke qenë se ishulli i Sazanit është në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pjesë e planit të përhapjes së ushtrisë, vendimi i Komitetit të Investimeve Strategjike është paraprirë nga një dekret i presidentit që e ka nxjerrë nga plani i përhapjes së FA këtë zonë. Kushner nuk do të jeti vetmi në këtë investim, pasi në vendim sqarohet se edhe shteti shqiptar do të jetë bashkë pjesëmarrës në investim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.